Selam aleikum, rahmetullahi ve berekatu. Paqja, mëshira dhe rahmeti i Zotit qoftë mbi të gjithë ju të dashur, besimtarë dhe besimtare. Falënderimet janë për të madhin Allah, i cili na mësoi që të shkojmë nga gjysma e Ramazanit. Elhamdulillah për Allahut, agjerimi lehtë dhe i pranuar për gjithë, inshallah, me falje gjinahësh, se jemi gabimtar, jemi gjinaqar që gabojmë shpesh herë, por ky muaj është rast i madh për njerëzit që me ju drejtu Zotit me falje, me mëshirë. Allahu Gjelle Gjelaluhu e pret atë zonin e robit tij, i cili i kërkon falje Zotit me përulje, ditën, natën, vazhdimisht. Allahu është falës i madh njerëz, mëshirues i madh. Shifeni edhe këtë muaj të bekum në të cilin e zbriti Kur'anin, apostafat për njerëzit e ka sjell që ti mëshiroj njerëzit. Pra nëse nuk ja dalin muajt e tjerë, 11 muajt e tjerë, Allahu Gjelle Gjelaluhu thot, po jo sjell thot edhe muajin e Ramazanit. Edhe në këtë muaj, çdo natë, çdo ditë, fal dhe mëshiron njerëzit. Por në këtë muaj ka caktuar edhe një natë të madhe, të famshme, të begat, nata e cila me të vërtet është falje, mëshirë për gjithë njerëzit. Zoti ju mëshiroj, Zoti ju bekov gjithë. Allahun e lut që inshallah të na i pranoj edhe ditët që na kanë ngel. Zoti ju bekov gjithë ju dashur besimtar edhe besimtare.